A ka këtu një dorë amerikane nga njëra anë dhe është duke ecur në drejtimin e dur SPAK-u, nisur edhe me udhëzimet e amerikanëve sa i përket goditjes në nivelet e larta të politikës shqiptare? Kjo është një pyetje me vend. Shikoni, SPAK-u është një krijesë e cila u krijua përkundër vullnetit të atyre që kanë sunduar shqiptarët që mbas viteve 90. Pra ishte një krijesë e cila ju imponua Parisë së Tiranës nga aktorët huaj për të rikthyer shtetin shqiptar në shinat e drejtësisë dhe në shinat e ligjshmërisë. Pra nga ky pikë vështrim sigurisht që ka një lidhje, sepse SPAK-u nuk do të kishte ekzistuar nëse nuk do të kishte pasur një telefonat ose një dalje publike nga ish ambasadori i atëhershëm amerikan Donald Lu, i cili me një mesazh publik solli 140 deputet në sallë të cilët votuan 140-0. Pra SPAK-u është prodhim i këtyre lloj dinamikave. Duke thënë këtë, gjithashtu nënkuptoj faktin që ka sot për sot, Paria e Tiranës nuk hoqi dorë nga drejtësia, sigurisht, la përkohësisht kontrollin e saj në duar të përzjera, do të thoja, sepse ka gjithsesi një pjesë të konsiderueshme të SPAK-ut e cila i detyrohet Parisë së Tiranës, dhe kur them Paria e Tiranës nuk e kam thjesht me qeverinë e Edi Ramës, e cila kontrollon pothuaj gjithçka në mekanizmat e pushtetit sot, por po ashtu edhe për të tjerët, për të ashtu quajtur në opozitë, Sali Berishën, Ilir Metën, në atë kohë ishte edhe Lul Basha që konsiderohej me demek opozitë. Të gjithë këta kanë interesin jetik për të ruajtur kontrollin e Parisë si grup mbi shtetin, dhe pa kontrollin e drejtësisë, që është limfa e çdo shteti, është e pamundur të ruash kontrollin e Parisë mbi shtetin. Dhe kontrolli këtyre i Parisë për mbi shtetin është i mundur thjesht duke e luftuar atë çka duan ndërkombëtarët, që kanë kërkuar ndërkombëtarët, pra SPAK-un. Po thoja më parë që brenda SPAK-ut ka një dinamik të dyfisht. Është një grup brenda SPAK-ut i cili vazhdon të ndjek çdo lloj dosje që i vjen përpara, qoftë edhe nga qeveria, dhe që aty ku ka ndikim edhe ndihmë sekretari i shtetit, edhe është një pjesë tjetër e SPAK-ut, e cila është nën kontrollin e plot të mekanizmave të pushtetit dhe të Parisë, e cila kundërshton këtë dhe përpiqet me anë të procedurave, mënyrave të ndryshme që brenda ligjit gjinden për të përzgjatur proceset. Pra, ankesa, ankimimi ligjor ose vënia e pandehur, shpallja e pandehur e zëvendës kryeministres Balluku është pjesë e këtyre dinamikave, e cila ka dalë mbi ujë. Akuza është ende shumë do thoja pothuajse qesharake, sepse shkeli e barazisë në tenderave në një tender për një personazh e cila ka kaluar në dorë miliarda dollar është duket sikur është vetëm fillimi i procedurës dhe i procesit, por në këtë mes duhet vini re që mbështetjen kryesore zëvendës kryeministres aktuale dhe tashmë të pandehurës Belinda Balluku do t'ja jap jo vetëm qeveria, po do t'ja japi me veprimet e saj edhe duke e sharë opozita. Duket pak si paradoks, por opozita ndërkohë që tregon se sa miliarda ka vjedhur hipotetikisht zonja Balluku nga buxheti i shtetit, vazhdon të bashkëpunojë me qeverinë e zonjës Balluku për të shndërruar drejtsinë shqiptare, për t'ia hequr dhëmbët SPAK-ut, për ta bërë SPAK-un një organizëm i cili nuk e ka më mundësinë që të procedojë as deputet, as kryeministra, as ministra dhe as ish kryeministra, as ish president, të cilët janë tashmë nën proceset e SPAK-ut. Pra duhet parë në këtë mënyrë të gjerë procedimin ndaj saj. Se si do të përfundoj, unë mendoj që varet shumë se si do të dali lufta nëpërmjet Parisë-Tiranës. Paria e Tiranës është në luftë të hapur tani më me administratën amerikane, ndaj dhe vizita e ndihmës asistent sekretarit, i cili është zyrtari më i lartë që përgjigjet për Shqipërinë në Departamentin e Shtetit, ka shumë rëndësi, sepse tregon vullnetin e hekur të administratës Trump për të mos parë në sy sidomos këtë qeveri, por askën tjetër, as qeveritë e mëparshme, të cilat janë patericë e kësaj qeverie. A mendoni se vizita e Mark Fleming në SPAK, por edhe goditja dhe marrja e pandehur e zëvendës kryeministres Belinda Balluku është një reflektim dhe rezultat i vizitës Altin Dumanit në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ai u takua me zyrtarët të Departamentit të Drejtësisë atje dhe mund të jetë një udhëzim amerikan, por që SPAK-u vepron në, po themi, si institucioni pavarur dhe ecën në linjën amerikane, ashtu siç u ndërtua edhe reforma në drejtësi në vitin 2015. Ne publikisht në burimet hapura nuk kemi të dhëna se çfarë është diskutuar brenda SPAK-ut dhe nga burimet hapura dim që zoti Dumani është takuar pothuajse i vetëm me zyrtarët amerikan. Gjë që duhet na tregoj se zyrtarët amerikan nuk i kanë shumë besim shumë kujt brenda Parisë së Tiranës. Pra, ne mund të spekulojmë shumë, të themi se çfarë është thënë dhe çfarë do të ndodhë, por unë mendoj që gjë më e saktë për të thënë në bazë të informatave që kemi sot dhe shoh që në shtypin shqiptar, në median shqiptare dhe në disa portale të Parisë të Tiranës ka shumë spekulime dhe bëhet shumë zhurmë duke krijuar një lloj amullie mbi atë çfarë mund të ndodhë dhe çfarë do të ndodhë. Ajo që dim është kjo, që zoti Dumani i mbaron mandati, pra vizita e zëvendësdim sekretarit të shtetit ka të bëj shumë dhe me të, ka të bëj dhe me vazhdimsinë e SPAK-ut, kush do të jetë nën kontroll, kush do të jetë mekanizmi kontrollues i tij, dhe deri më sot ka qenë, se mos harrojmë që për një kohë shumë gjatë rrogat e larta të antarëve të SPAK-ut dhe të gjithë organizmave mbështetës paguheshin jo nga shteti shqiptar. Deri para pak kohë, nuk kam informacion në muajt e fundit, por deri para pak muajsh paratë e rrogave vinin nga burimet jashtme. Kështu që Paria e Tiranës është në këtë lloj përballje që duhet parë se kush do të jetë kryetari i ri ose personi që do të drejtojë SPAK-un në vitet e ardhshme, dhe kjo është njëra pjesë e medaljes. Pjesa tjetër e medaljes është që fatkeqësisht duhet ta themi këtë, pavarësisht se mua nuk vjen mirë që e them. Po ti marrësh të gjithë antarët e Parisë Tiranës, nga më i larti e deri tek më të vegjëllit, duke filluar edhe nga opozita që sot bërtet për korrupsione të tjerë, po ti marrësh një nga një, janë të gjithë, i kanë të gjithë dosjet mal me veprime korruptive me qeverinë aktuale. Nuk ka nevojë të shkojmë mbrapa në vitet 2007, 2005, 2009 ose 2009-2013. Krerët e të ashtu quajtur opozit kanë marrëdhënie të vazhdueshme me antar të kësaj qeverie, kanë tendera të marrë gjatë kësaj qeverie, kanë marrë para gjatë kësaj qeverie. Pra, torta e Parisë së Tiranës, e cila është e mbushur me parat e shqiptarëve, me gjakun e shqiptarëve, ndahet me marrëveshje në mes tyre. Kështu që Paria e Tiranës vepron bashk. Unë e kuptoj që është e vështirë për shumë kënd që ka luftuar në llogore dhe në istikame të dyja palëve, si në krahun e majt ashtu edhe në krahun e djathtë, ta pranoj këtë thotë. Si ka mundësi, ne kemi luftuar që ta luftojmë Sali Berishën nga njëri krah. Ne kemi luftuar që ta luftojmë komunizmin nga krahu tjetër. Këta kanë punuar bashk. Qëllimi i tyre i vetëm ka qenë pasurimi dhe SPAK-u ka nxjerr vetëm një pjesë shumë të vogël. Dhe po nxjerr zonja Balluku ka disa vite që është zëvendës kryeministre, ka dorë në tenderat më të mëdhenj të qeverisë. Por zonja Balluku ishte ashtu siç thuhet nëpër media, ka qenë një nga promotorët e nxjerrjes së sekreteve ose të rrobave të palara, siç thuhet anglisht, të ish kryebashkiakut Velia, dhe unë dyshoj shumë që ish kryebashkiaku Velia ka kundërsulmuar në një farë mënyre për të rritur një lloj, për të rritur presionin mbi kryeministrin në mënyrë që ai të shpëtoj vet. Por këta janë të gjithë të korruptuar, këta kanë vjedhur, këta i kanë duart me gjak shqiptarësh dhe është e pamundur që ta të mos kenë bashkëpunuar bashkë. Që nga reformat zgjedhore e të gjitha llojet e tjera, bashkëpunimi i tyre është i ngushtë, sepse vetëm kështu ata mund të mbajnë kontroll.